marrëdhënieve me jashtë, por dhe pjesa institucionale, marrëveshjeve. Është quajtur në fakt ka një marrëveshje donator. Merret me menaxhimin e informacionit për studentët dhe aplikimit të kurrikullit, ose më saktë implementimin e programeve studimit të të cikleve në universitet, sigurisht ka punë përgjithshme. Ky numër është relativisht i madh, po problematika që lidhet me të numër lidhet me faktin që ligji i arsimit të lartë ka të ndarë kategoritë të personelit që janë në një AL. Në pjesën e parë na nxjerr gjithë problematikat sipas grupeve të punës. Unë jeptoj që gjithë secili grup të punës të flasin për problematikën e veçantë, që e shohim se mund të japim një ndikim pozitiv ose kjo problematikë lidhet edhe me punën tonë të përditshme. Për grupeve të tjera diskutojmë problematikën sipas detyrimeve. Në bazë të këtyre problematikave ne propozojmë brenda grupit